Rezarta Gjiga ka lindur e jetuar në Vlorë si dhe ka studiuar për ekonomi biznes në Universitetin e Vlorës. Ajo ka jetuar në Greqi për 10 vjet ku ka punuar si përkthyese gjuhëve greqisht, shqip dhe anglisht. Pasi u largua nga Greqia, Rezarta u vendos në Suedi ku jetoi 2 vjet e punësuar si shofere në një kamion transporti. Do të ishte viti 1992 kur jati i saj do të hapte një autoshkollë në qytetin e Vlorës, që sipas saj ka qenë e para në vend. Atëherë Rezarta ishte 5 vjeçe dhe u rrit në këtë biznes familjar që ju kthye në pasion, pavarësisht studimeve dhe pasioneve të tjera të saj. Rrugtimi im si instruktore ka nisur shumë kohë përpara, siç mund ta shikoni edhe tek fotot këtu mbrapa. Këto janë fotot të vitit për shembull 2008, por profesioni im është ngjizur tek unë që në moshën 5 vjeçare, kur unë kam qenë 5 vjeçe, kur babi im ka patur shkollën në 92-shin. Kjo ishte ëndra e saj më e madhe, të cilën nuk e la më njan kurrë, edhe pse iku jashtë vendit dhe studioi për diçka tjetër. Arsyet e saj për të qenë instruktore ishin të shumta. Një ndërto sepse rrugët dëshironte të ishitet të mbushura me femra në timon, të pavarura dhe krenare. Pavarësisht se gjatë jetës kam studiuar gjëra të tjera dhe jam marrë me gjëra të tjera edhe jashtë shtetit, gjithmonë e ngulitur në zemrën time ka qenë ky profesion, të cilin e kam bërë paralelisht gjithmonë, jo në mënyrë reale, por e kam bërë gjithmonë duke guiduar, duke mësuar njerëzit që më rrethonin, edhe në kohën kur nuk kisha fare diplomimin apo patentimin apo lejen për të ushtruar këtë profesion. Rezarta arriti të marrë patentën, por makinën e ka mësuar në moshën 5 vjeçare me jastëk sepse nuk i arrinin këmbët. Kjo për të bërë realitet ëndrrën e saj dhe për të jetësuar sloganin që ajo kishte, gratë në timon. Në momenti që ka nisur, që ka shinjuar këtë profesion në zemrën time, ka qenë që kur unë kam qenë e vogël. Ka qenë një dëshirë e fshehur brenda meje prej kohësh dhe një profesion, një plan B, nëse nuk do ecnin gjërat e tjera, por që asnjëherë nuk e kisha imagjinuar dhe nuk e kisha menduar se kjo do bëj puna ime parësore. Rezarta është instruktore gjinisë femërore, ndaj shprehet se tashmë ka po aq femra që japin makinën sa dhe meshkuj. Vetë ajo ka patentuar një numër shumë të madh femrash. Meshkujt janë ata që e kanë instinkt të drejtë për drejtë, ndërsa femrat janë shumë të kujdesshme, shprehet Rezarta.